me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armando Duka, sot me një tur takimesh, inaugurimesh dhe i pranishëm në Asamblejën Zgjedhore të Shoqatës Rajonale Shkodër. Një përmbledhje të gjithë kësaj dite të inauguruar. Fakt, një nga ditët më të bukura, sepse edhe vetë koha ishte shumë e bukur dhe ato që ne ishim pranishëm, sot ishin vërtet aktivitete shumë të bukura, signifikative dhe që i shërbejnë futbollit. Inauguruam një fushë në Shëna Prende për komunitetin atje në bashkëpunim me Kishën, e theksova dhe atje që nuk është thjesht një projekt sportiv, por një projekt edhe social që do t'i shërbej edukimit të fëmijëve të zonës, qoftë nëpërmjet besimit fetar apo nëpërmjet futbollit. Ajo që më intereson mua është nëpërmjet futbollit, pastaj një tjetër fushë shumë të mirë në Shtoj, me kushte ideale dhe do të bëhet edhe më ideale nëse bashkia do të na ndihmojë që të shtrojë dhe atë rrugën që të çon ka fusha për ta ndëruar më vonë në një kompleks Mirfield dhe në asamblen vjetore të shoqatës rajonale, në cilën u miratuan bilancet e vitit kaluar, u bë transparenca e plot financiare, u miratuan buxhetet, strategjitë dhe objektivat e vitit 2025 dhe në vazhdim. Shkodra, siç e thash edhe në fjalën time në asamble, ka shumë dashuri për futbollin. Shkodra është vendi ku ka lind futbolli, jo vetëm i djemve, por edhe i vajzave, kështu që akoma më shumë mund të ketë aktivitet futbollistik në Shkodër me përkujdesin e gjithë apo me bashkëpunimin shumë të mirë të shoqatës rajonale të Shkodrës, të bashkisë dhe padyshim dhe me mbështetjen e Federatës së Futbollit. Kontaktojmë mbase me keqardhje që 100% e buxhetit të shoqatës rajonale mbështetet nga fondet e Federatës Futbollit dhe nga projektet e FIFA-s dhe UEFA-s, do të ishte mirë që të bashkojmë energjitë për akoma më shumë, se jo me pushtetin vendor, me bizneset e vendit, që t'i japim më shumë arsye fëmijëve për t'u bashkuar me lojën tonë, prindërve për të na i besu fëmijët. Projektet që ne kemi nisur prej vitës do t'i vazhdojmë edhe në sezonin vazhdim, qoftë uniforma ime e cila financon uniformat për çdo fëmijë që luan futboll, topat, dhe do të vazhdojmë edhe me infrastrukturën. Kemi disa projekte, po janë pak pra aq sa do në Shkodra. Duhet t'i shtojmë këto projekte të infrastrukturës, të bashkojmë forcat dhe të kemi më shumë, sepse gjëja kryesore, sidomos për të pas vajzat, siç e tha dhe kryetari i shoqatës zoti Matia, vajzat duan i çik kushte akoma dhe më të mira, kështu që do na duhen fusha më shumë. President, sot Shkodër inaugurua 2 fusha, por sërish problematika me fushat mbetet e madhe. Para pak ditësh Komisioni i Disiplinës ka paralajmëruar vllaznin për të mos u stërvitur në stadium. Jo, nuk ka paralajmëruar. Po, jo, nuk ka paralajmëruar vllaznin Komisioni apo rregullat e Federatës Futbollit. Por ne i kemi kërkuar çdo klubi dhe kjo është legjitime që mos të stërviten në fushat ku luhen. Pavarësisht se fusha e stadiumit apo stadiumi është i Shkodrës, i vllaznisë, në një lloj mënyre është i gjithë kampionatit, sepse të gjithë ekipet do të vinë të luajnë këtu, kështu që ti nuk ke asnjë të drejtë, domethënë që mos ta mirëmbash ose ta prishish. Pra nuk është një mas për vllaznin, por është për gjithë kampionatin. Dhe për të qenë ke infrastruktura, mirëmbajtja e saj, ne kemi filluar dhe një projekt që të mbështesim gjithë klubet me mirëmbajtjen e fushës, sepse në një lloj mënyre mungon kjo kultura e mirëmbajtjes fushave natyrale, mungojnë pajisjet për cilat kemi filluar një projekt që do të mbështesim blerjen e pajisjeve për mirëmbajtjet e stadionit, po mungon edhe kujdesi sepse stërviten brenda. Kështu që përveç ndërtimit duhet edhe mirëmbajtja. Kemi eksperjenca negative, do të thonë federata investon dhe ndërton fusha apo rikonstrukton ato, nuk mirëmbahen dhe mbasi muaj janë sikur nuk ishin. Kështu që jemi goxhat përqendruar edhe për faktin sepse ne kemi kampionatin evropian të 17 vjeçarëve tash që do na duhen 10 fusha stërvitje me bar natyral, për cilat po federata po bën
le themi mirëmbajtjen e tyre, por edhe për kampionatin evropian të 21 vjeçar në 2027. President, diçka edhe për Final Four-in është viti i dytë që aplikohet në kampionatin shqiptar. Ka dështuar kjo skemë duke qenë se edhe numri i tifozëve është në rënje çdo ditë më tepër dhe të vijoj edhe vitin tjetër kjo skemë. Po pse nuk thush shqyr që është, se nëse do jemi në klasifikimin që është sot, Vllaznia nuk do ishte kampion, kurse me Final Four ka një shans më shumë për të qenë kampion. Kështu që ty duhet të interesoj Vllaznia. Nuk i dihet sepse Vllaznia mund Shiko, asnjë skem loje, domethënë kemi thënë disa herë, asnjë skem loje nuk është, asnjë skem kampionat nuk është ideale, nuk i plotëson të gjitha. Ne kemi një kampionat me 10 skuadra me 4 faza, vajtja ardhje me një numër të konsiderueshëm neshjesh për të krijuar një produkt më shumë apo më shumë interes apo qoftë edhe një emocion më shumë. Kemi dhe Final Four-in dhe ka më shumë aktivitet sportiv dhe nuk besoj se ka në të keqe. Por për gjatë garës së 4 fazave ka idera që mund ndikojë negativisht në numrin e spektatorëve apo jo, unë nuk ndaj njëjtin mendim. Megjithatë duhet presim dhe të shohim rezultatet e këtij viti. Të vijojë edhe vitin tjetër? Duhet të shohim për rezultatet. Dhe ndoshta e fundit, jo shumë larg jeni shprehur si tifoz simpatizant i Vllaznisë. Mendoni se si vjet Vllaznia është më pranë se kur lufton në dy fronte, klub dhe kampionat? Shiko, realisht Vllaznia ka një ekip mirë sot. I udhëhequr me shumë kënaqësi e them sepse e kam simpati dhe për faktin sepse na ka bërë atë golin që na çoi në Europian, i udhëhequr nga Bekim Bala, padyshim nga presidenti, nga stafi, por Bekim Bala nuk e di, ka dhe një energji pozitive dhe ka bërë ai vet një kampionat shumë mirë, por edhe Vllaznia ka bërë një kampionat mirë. Kështu që i ka të gjitha mundësitë, është thash një mundësi më shumë jep edhe Final Four sepse nuk e nxjerr në asnjë rast nga loja për titull, kështu që shohim deri në fund. Futbolli nuk është objektiv maksimal, nuk është matematik. Duhet, domethënë, varet nga dita, nga forma, nga kundërshtari, nga fati, nga gjitha dhe unë uroj që këtë fat ta ketë Vllaznia. I qëndroni asaj që keni thënë më herët se jeni shprehur tifoz i Vllaznisë? Unë kam qenë, domethënë, unë kam qenë tifoz i Vllaznisë para se të isha në Federatën e Futbollit, e kam ndjek Vllazninë shumë para se të isha po nuk mund të them një tifoz, po një simpatizant i Vllaznisë dhe në një lloj mënyre jam presidenti i Federatës së Futbollit i propozuar po nga Vllaznia. Faleminderit, president. Faleminderit.